إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد falënderim dhe lavdrim të qofshin për Allahun xhalla wa ala. Atë falenderojmë për këtë falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë me ciklin e ligjëratave që i kemi të titulluar Ata që xheneti i priti me emër. Edhe kjo është sahabiu i fundit në këtë seri, apo të themi sahabike e fundit, për faktin se sot kemi të bëjmë me njërën prej nënave të besimtarëve, me Khatijën radhiyallahu ta'ala anha. Kemi shpjegu 10 të përgëzuarit me xhennet, që janë të përmendur me një hadith, pastaj kemi folë për Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu, pastaj për Salman al-Farisiyun, për Abdullah ibn Mas'udin. Gjithashtu kemi folë për Abdullah ibn Salamin javën e kaluar, ndërsa sot me lejen e Allahu xhalla wa ala do të flasim disa fjalë të shkurtëra rreth nënës së besimtarëve, Khatijës radhiyallahu ta'ala anha. Emri i saj Khadija binti Khuwailid ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي القرشية الأسدية. Dhe thonë Khatijja, vajza e Khuwailidit, djalit e Esedit, djalit e Abdul Uzza, djalit e Qusayit, prej Qurayshitëve. Ndërsa nëna e saj është Fatima binti Zaida, gjithashtu prej Qurayshëve, konkretisht min Bani Amir ibn Lu'ay. Me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenez takohet tek gjyshi i 4 tek Qusayi. Edhe është prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më së afërmi takohen në trungun familjar apo në xhenezën e tyre. Ka lindur në Mekë radhiyallahu ta'ala anha me një shtëpi të me pozitë, themi kështu, ka qenë shtëpi e cila apo familje e cila ka gëzu respekt të madh tek Mekkasit asaj kohe. Ka qenë martuar 2 herë para pejgamberit, para se të martojë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë e martuar për Abu Halen binti Zurara at-Tamimi, pastaj për Atiq ibn Aid ibn Umar ibn Makhzum, që të dy kanë qenë prej njerëzve me pozitë, vlerë dhe famë në të konë Mekke. Ka qenë tregtare e njohur, ka gëzu famë dhe respekt të madh në atë kohë tek Mekkasit. Gjyshi tregon se pasi kanë vdek 2 burrat e parë, nëse s'gaboj kanë vdek që të 2, Khatijën radhiyallahu ta'ala anha e kanë kërku për martes njerëzit me pozitë në Mekë, paria e Mekës. E kjo tregon famën e pozitën edhe vlerën që ka posedu kjo grua e ndershme. Sa që përmenin dietarët e sirës, është quajtur me epitetin at-tahira. At-tahira e pastërta. Ka qenë tregtare e madhe, në tregtinë e saj kanë punu njerëz të ndryshëm të Mekës, që kanë tregtu me pasurinë e saj, me një fjalë punëtor të ajo. Prej tyre ka qenë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa udhime
për tregti për në Sham edhe vendet ku kanë tregtu ata. Pasi kanë tregtu njerëz të ndryshëm me pasurinë e saj, radhiyallahu ta'ala anha, njerë ka vendos se ju e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o shkoni shquar në Mekë në atë kohë, saqë ka gëzuar epitetin El Emin, njeriu më besnik. Edhe kjo epitet, edhe kjo famë që ka gëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë e njohur te Mekalit. Siç e dini vendosja e gurit zin qabe kur e ka ndërtuar kështu me radhë. Edhe Khatija radhiyallahu ta'ala anha don me testu këtë besnikërit pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe vendos për me për me bë tregti në Sham. Mirë po, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shoqërimin e tij gjithsesi e vendos kanë shërbëtorin e saj Mejsara. Edhe i thot, du me mlajmëru çka të pash të ky njeri. Çka të pash tek Muhamedi, çysh po sillet me njerëz, çysh po flet me njerëz, çka po ndodh gjatë udhëtimit e kështu me radhë, edhe du me mlajmëruan komplet çka ka ndodhur këtë udhëtim. Edhe Mejsara vendoset kështu edhe udhtojnë për në Sham. Gjatë udhëtimin Sham ndodhin gjëra të çuditshme, të jashtëzakonshme, që janë të shpjeguara në librat e sirës, edhe historisë. Prej tyre ka qenë edhe ajo se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë një reje ka shoqëruar. Do të thonë i ka bohije. Pastaj qëndrimi i tij në disa pemë në Sham, e që kanë qenë të njohura se në ato pemë ulen pejgambert e Allahut, në hijen atyre pemëve ulen pejgambert e Allahut Jalla wa ala. Lajmërimin që kanë bën, themi kështu, për ifterinjet e Shamit, edhe me një farë forme, gjitha cilësit edhe epitetet që do t'i ketë një pejgamber i arshëm i ka posedu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë udhëtim. Kthehet Mejsara, edhe kthehet pejgamberi alaihi salatu wasallam në Mekë, që në atë kohë nuk ka qenë pejgamber ende, edhe lajmëron Khatijën për çka ka ndodhur, si është tregtuar kështu me radhë. Sjelljen e tij me njerëzit, raportet e tij në tregti e kështu me radhë, derisa bile është përmend që në këtë tregti që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fitimi ka qenë marramec. Një diçka që nuk ka mujt me ndodh më herët. Edhe Khatija radhiyallahu ta'ala anha çka bën? Dërgon një grua që t'i paraqes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me martesë. E që pejgamberi alaihi salatu wasallam në atë kohë, që përmendet librat historisë, ka qenë në moshën 25 vjeçare. Gjithsesi 15 vite para shpalljes. Aja gruaja paraqet pejgamberit alaihi salatu wasallam martesën, po fillimisht jo me Khatijën, nuk e lajmëron, mirë po thot, a ke ndonjë interesim për martesë, për një grua kështu. Pejgamberi alaihi salatu wasallam thot se nuk kam asgjë prej pasunisë që unë më u martu tash. Po thot nëse të plotësohen këto të gjitha prej anës një gruaja, thot kush është ajo? Thot Khatija. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mendon edhe vendos për martesë. E që niqahin prej anës Khatijës radhiyallahu ta'ala anha e bën kush? Mingja i saj, nëse nuk gaboj Umair ibn Asad. Ndërsa prej anës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç përmendet libra, Hamza ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, e që kanë qenë edhe disa të afërm të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kjo është që më e saktë në librat historisë. Ndërsa nëse e gjeni se ka në disa libra përmendet se babai i Khadijës është ai i cili ka bën niqahin, bile thuhet përmendet disa libra se i ka dhënë me pi alkool për me ude, në mënyrë që me martu
Khadijën me kanë me pejgamberin alayhi salatu wassalam se pozitat kanë qenë jo të barabarta. Khadija ka gëzu fond të madhe, pasonike e madhe, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam siç e përmendëm s'ka pas asgjë për martesë. Mirë, po që të gjitha këto, domethënë që flasin se baba i saj e ka boni qa pa e ditë, pastaj kur i ka kalu dehja, ka thonë çka po ndodh, tek po ndodh, jo më feju, komplet janë të rrilluara për faktin se baba i Khadijës radhiyallahu ta'ala anha ka vdek herët. Ka vdek herët me një luftë që ka ndodhur mes fisëve të arabëve në atë kohë, që njihet si harbu el-fijar ose disa thonë harbu el-fujjar. Ka pas disa mospajtime do fisë mes vete, edhe ka ndodhur kjo luftë. Atëherë ka vdek baba i Khadijës radhiyallahu ta'ala anha, ndërsa Khadija me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çfarë martohet, e bën një kush mingja i saj edhe mingja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në librat e historisë përmendet se mosha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë kohë ka qenë 25 vjeçare, ndërsa mosha e Khadijës radhiyallahu ta'ala anhu përmendet se ka qenë 40 vjeçare. Islami i saj është shumë i hershëm. Islamin Khadija radhiyallahu ta'ala anha ka pranu në fillet e shpalljes. Ju e dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pak para se me i ardhën shpallja ju ka bë e dashur vetmia ati. Alaihi salatu wassalam. Ju ka bë e dashur vetmia. Që me ditë të tëra, që shkarë në hadithin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha të Bukhariu, thotë se me ditë të tëra veçohi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpellën Hira. Thotë ka shku atje, edhe ka vazhduan, ka jetu atje, e ka dhuru Allahun xhelle u ala në formën shkati. Kush e ka përgatit pejgamberin për me shku, kush e ka përgatit ushqim? Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Se kemi pa ma vonë se Allahu xhelle u ala në raport me këtë i kthen disa mirësi Khadijës. Qëndron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditë të tëra atje derisa në shpellën Hira i vin fjalë të Allah, i vjen Xhibrili, e dini hadithin e shtrëngon fort, i thot lexo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot nuk di të lexoj, pastaj lexo, nuk di të lexoj, pastaj iqra bismi rabbika alladhi khalaqa dhe i shpallën ajetet e para. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i trishtu. Ka ardhur në hadith të dridh, të trishtuan edhe me vrap të shtëpia e Khadijës radhiyallahu ta'ala anha, edhe i thot mbulohet, zemmiluni, kështu ka ardhur në hadith. Mbulonëm se jam i trishtum. Masi mbulohet, i kalon kjo, qetësohet pak, edhe fillon ja tregon Khadijës radhiyallahu ta'ala anha atë çka ka ndodhur. I trishtum pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka i thot Khadija? I thot pasha Allahun, len yukhzika Allahu abadan. Ti Zoti kur s'ka me tu. Pse? Se ti i respekton të vjetrit. Ju ndihmon fukarave. Kujdesesh për bonjakt. I numëron disa cilësi me cilat është veçu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo i ka gëzu ato. Pasha Allahu thot ty për derisa ti ki çto mirësi, Allahu xhelle wala kur s'ka me tu. Po hajde shkojmë e lajmërojmë kusheririn ton, Waraka ibn Naufelin, sa i natë kohë i ka lexuar librat e shpallura më herët. E lajmërojmë për këto çka ka ndodhur, ndoshta ai na lajmëron diçka, edhe na tregon. Shkojnë te Waraka. Ja për shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë çka i ka pa. Çka thot Waraka? Pasha Allahu thot kjo është namusi, është melasja e cila i ka ardhur dhe Musait më herët. Sikur të jetoja gjatë, edhe sikur të kisha forcë, kisha për të ndihmu ty atëherë kur populli jot të largojnë prej këto. Sikur të kisha forcë, edhe të isha më i fuqishëm, kisha me të ndihmu ty atëherë kur populli jot të largojnë prej Mekës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Awa mukhrijiyahum", edhe kanë më nxjerr prej Mekës.
Se pejgamberi i Zotit Mekën e ka dashur shumë. Ka thonë edhe pas kanë nxjerr për këtu, thot nuk ka njeri që ka ardhur me këtë cilën ti tani po vjen, vetë se populli i tij e kanë armiqsuar dhe kanë largu prej vendit ku jeton. Khadija radiallahu ta'ala anha pa një pa dy e pranon islamin me njëherë. E pranon islamin me njëherë. Edhe bëhet, themi kështu, shtylla kryesore e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndihmën e tij për islamin. As se ka ngritë zonin, as nuk ka debatu, as nuk e ka pyet shumë pejgamberin alayhi salatu wasallam për këtë fe, mirë po automatikisht si ka dëgjuar që kjo është shpallje prej onës Allahu xhalla wala, më njëherë ka besuar. Edhe është vënë shërbim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me tërë qenjen e saj. Me qenjen e saj dhe me krejt pasurinë që e ka pas radiallahu ta'ala anha. Vlera e saj është shumë e madhe. Vlera e Khatijës radiallahu ta'ala anha është tepër e madhe. Thamë se ka qenë krah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ka qenë gjallë. E që fillet e davetit pejgamberit alayhi salatu wasallam kanë qenë matronat. I ka pas dy njerëz që vazhdimisht e kanë mbrojtur dhe kanë ndihmuar. Kush kanë qenë ata? Minxha i tij, Ebu Talibi edhe Khatija radiallahu ta'ala anha. Pejgamberi alayhi salatu wasalam themi kështu ja ka ditë për nerë shumë, sa që nuk ka gru prej grave ti që pejgamberi Allahut e ka përmend më shumë se sa Khatijën. Edhe mas vdekjes saj, sa herë kur është fol për diçka, për mirësit, për fillet e davetit, fillet e thirrjes, ka fol për Khatijën radiallahu ta'ala anha. Sa që Aisha thot ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khatija. Halakat qabla an yatazawwajuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuk kam xhelozu me asnjë grua tjetër ashtu që kam xhelozu për Khatijën. Edhe pse ka qenë e vdekur. S'kam xhelozu për asnjë grua sikur kam xhelozu për Khatijën, edhe pse ka qenë e vdekur. Për faktin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendte shumë. Bile, për shkak respektit që kishte ndaj saj, ndodhte me prej ndaj kurban apo ndaj kafsh, edhe thot pasi coptonte mishën, thonte dërgonja një ket edhe dërgonja një atë shoqëve të Khatijës radiallahu ta'ala anha. Qaq e ka do shumë edhe ka respektu shumë radiallahu ta'ala anha. Me një transmetim tjetër Aisha thot, kur e nisha pejgamberin alayhi salatu wassalam të e përmend shumë Khatijën, i kam thonë فربما قلت له لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. A nuk ka në dynjot grua tjetër pos Khatijës që po e përmend ka shumë? Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam thonte innaha kanat fa kanat wa kana li minha walad. Fillon të më numëru mirësitë e saj, e thonte Allahu xhalla wa ala me tom ka dhënë edhe fëmijë. Pastaj me një transmetim tjetër Aisha radiallahu ta'ala anha thot fa aghdabtuhu yawman fa qultu Khadija. Një ditë thot e kam nervozu pejgamberin alayhi salatu wasallam. Me vetë tha çka është puna Khatija. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot më tha inni ruziqtu hubbaha. Me të vërtetë Allahu xhalla wa ala më ka bë dashur shumë Khatija radiallahu ta'ala anha. Njëherë thot tek Imam Ahmedi rahimahullah me një transmetim tjetër thuhet thot pejgamberi thot anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dhakara Khatija athna alaiha. Kur e përmendte Khatijën e lavdronte shumë edhe thoshte Aisha thot faghirtu yawman
xhelozova shumë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Qad amanat bi idh kafara bi an-nas." Më ka besu mua atëherë kur njerëzit më refuzun. "Wa saddaqatni idh kadhabani an-nas." Ka pranuar çdo gjë prej meje atëherë kur njerëzit më përgënjeshtruan. "Wa wasatni bi maliha idh haramani an-nas." Ka ndihmu me pasurinë e saj kur krejt njerëzit më kanë braktis. "Wa razaqani Allahu waladaha idh haramani awlad an-nisa." Edhe Allahu më ka furnizu me ta me fëmi, ndërsa me tjerat nuk kam pas fëmi. Me ta sa fëmi ka pas? 6. Kasimin edhe Abdullahun edhe 4 vajzat. Ruqayyan, Zainabin, Umu Kulthumin edhe Fatimen radiallahu ta'ala anha. Për dashnin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas për Khatijën, edhe ndihimin që Khatijja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka bo që Allahu Jalla wa Ala me i qu selam asaj. Nuk di njeri tjetër që Allahu Jalla wa Ala i ka qu selam me emër sikur i ka qu Khatijës. Ubej ibn Kabit e ka urdhru pejgamberin me i lexu Kur'an. Ubej ibn Kabit me emër. Amo selam me i qu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për derisa isha ulur, merr Xhibrili edhe thot Khatijja këto ardh me një anë dorë me ushqim. A Xhibrili ka thonë: "Ja Muhammed, po vjen Khatijja. Për cilla prej Allahu Jalla wa Ala selamin, edhe prej meje, edhe lajmëroje se Allahu Jalla wa Ala ja ka premtu asaj një shtëpi në xhenet." Qyshe cilëson atë shtëpi? Thot: "Wa bashirha bi bejtin fil gjenneti min qasabin la adhan fihi wala nasab." Përgëzoj atë me një shtëpi në xhenet, shtëpi e cila është ndërtuar prej margaritarëve, gurën më të shmuar. Edhe në atë shtëpi thot: "La sakhaba fiha wala nasab." Në ato nuk ka as zhurmë e as nuk ka lodhje. Pastaj në disa transmetime, profa Sheikh Saudi, Allahi rahmet pas në ta, ka përmend transmetimet shumë të në këtë libër, po që të gjitha silën rreth këtij kuptimi. Në disa thot, Allahu Jalla wa Ala më ka ardhur, më ka urdhëruar, ka thonë lajmëroje Khatijën se ja kam përgatit një shtëpi asaj në xhennet. Çeto cilësi janë shtëpisë saj? E ndërtuar prej margaritarëve, e që al-qasab, kur e kanë përkufizuar dietarët e hadithit, kanë thonë lu'lu'ul mujawwaf. Çka është që shihet jashtë prej brenda. Çaq janë të bukur. Edhe në atë shtëpi as nuk ka zhurmë e as nuk ka lodhje. Pse çështë? Pse që ky premtim? Kanë thonë ulemoja, nuk ka as zhurmë e as nuk ka lodhje, se Khatijja radiallahu ta'ala anha, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është friksu në Hira, ka ardhur dhe ka qetësu në shtëpinë e saj. Nuk ka bosh zhurmë, se ka ngrit zonin, kush mjetet, çka është kjo me cilën po vjen, a je normala, çka janë këto muhabete, ja. Ka qenë qetë. Sa që ulemoja e kanë përmend se njifet Khatijja radiallahu ta'ala anha është njohur prej grave që kur zonin e saj se ka ngrit, as në këtë rast e as më herë në shtëpinë e saj. Nuk ka zhurmë, kanë thonën se nuk e ka zgat meselen me e pyet shumë pejgamberin alayhi salatu wassalam.
Po në qatë moment kur e ka lajmëruan, automatikisht e ka pranuan islamin. E nuk ka lodhje për faktin se ka lodhë se ka mundu kur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Hajar rahimahullah, fanasab këtë rast kur Allahu xhalla wala ja ka premtuar një shtëpi në xhennet, thot është si, shpethonën si kompenzim i asaj qetësie, i asaj rahatie, i asaj zemërgjërsie që ka gjetë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam në shtëpinë e saj. Khadija radiallahu ta'ala anha, qysh tham, ka qenë prej atyre që ka ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë. Edhe me vdekjen e saj, pejgamberi alaihi salatu wasallam është mërzit tepër. Kur ka vdek Khadija? Ka vdek, kanë thonë ulemoja, para se me izbrit dispozitat pejgamberit alaihi salatu wasallam, gjithsesi para se me filluan normat fetare me izbrit, që i bie para se me obligu namazi. Rjedhimisht para Israsa dhe Mi'rajit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam kur ka vdek Khadija, e që në atë kohë ka vdek edhe kush? Edhe mingja i saj, mingja i tij, Ebu Talibi. Sa që djetarët e historisë islame këtë vit e quajnë viti i mërsisë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam mërzitet shumë. Mundeni me paramendu vëllezër. Me një shtëpi ku pejgamberi alayhi salatu wasallam po gjen rahatin. Me një shtëpi ku pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ju ka qa edhe gjoksi. Në gjoksi, kur ju ka qa në Isra dhe në Mi'raj, që ja është pastru zemre pejgamberi, se 2 herë është pastru zemre pejgamberi. Një herë kur ka qenë fëmi, edhe një herë kur është përgatit për me shku në Isra dhe në Mi'raj. Me një shtëpi ku Islamin e ka pranu Zeid ibn Harith, shërptori i tij. Ku Islamin e ka pranu Aliu radiallahu ta'ala anhu. Ku Islamin e ka pranu Khadija. Prej asaj shtëpie, në atë shtëpi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është qetësu shpirtnisht. Vëllezër, ta keni parasysh me një njeri që e ka dashur çdo moment jetës tij, edhe tash po të vdesë po shkon. Shumë është e vështirë. Mundini me paramendu problemet që janë jashtë, problemet që kanë shkaktuar me kalit, këne po i vdesin njerëzit që i ka mas afërmi, me thonë kështu kushtimisht krah djarë, atëherë me të vërtet ka qenë për me u mërzit. Edhe çka ndodh? Del edhe prej Mekës. Ku shkon? Shkon Taif. Atje e torturojnë edhe më keq. Qatëherë Allahu Gjelle wa Ala e bën emër që më ndodh shka Israja dhe Miraji. Me një fjalë, kanë thonë ulemoja, Allahu Gjelle wa Ala po donë me i tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nëse banorët e tokës ta kthejnë shpinën, banorët e qiellit janë me ty. Nëse banorët e tokës ta kthejnë shpinën, banorët e qiellit janë me ty. Edhe nëse donë sa më afër me qenë Allahu Gjelle wa Ala, unë tash po të obligoj me një dispozit e cila sa herë kur mërzitesh i drejtohesh asaj edhe ti qetësohesh shpirtnisht. Për këta Bilal dhe radiallahu ta'ala anhu thot kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha hazabahu shay'un fazi'a ila as-salah. Kur pejgamberin alaihi salatu wasalam e kapnin mërzit, lodhi ju ka drejtu namazit. Edhe shpesh thot më thonte erihna bis salati ya Bilal, na qetëso me namaz o Bilal. Dhe me thonë, ngjarja e Isras edhe Mi'rajit ndodh mund kohën kur ndron jetë Khadija radiallahu ta'ala anha. Pra, prej arsyeve që e kemi përmend këtë mësim,
apo në këto ligjërata është fakti se ka qenë e përgëzuar me xhennet radhiyallahu ta'ala anha direkt. Ka qenë e përgëzuar direkt. Bile ka ardhur lajmëroje Khadijën se Allahu xhalla wala kështu e ka garantuar një shtëpi prej shtëpiave të xhennetit. Elusim Allahun xhalla wala që të na bashkoj me këta njerëz të mirë në xhennetet e tij të larta. Elusim Zotin që t'i mëshiroj ata, zbres rahmetin e tij mbi ta. Elusim Allahun xhalla wala për çdo mund edhe sakrificë që ata kanë bërë për dinin e Allahu xhalla wala, që të mos ja humb asnjë kashore mundin e tyre. Edhe pa dyshim se Allahu nuk e ka humb. Se vallahi mos të shinkon ata as feja Allahu xhalla wala s'kishun rri këto. Kur thot Ebu Zur'a Ar-Razi rahimahullah për ata të cilët shpifin edhe i fyen shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata thot nuk synojnë shokët e tij, po synojnë vetë pejgamberin alaihi salatu wasallam. Mirë po, tek pejgamberi askush nuk e pranon shpifjet edhe të fymjet e tyre, atëherë çka kanë bë, ti fym shokët e tij, nëse i rrëzojmë ata, atëherë kemi rrëzuar automatikisht edhe ata. Fa innahum zanadiqa. Kështu ata me të vërtet janë dalur prej feje. E dashuria ndaj shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam është fe. Dashuria ndaj tyre është fe, iman, besim. Edhe kjo është bindja e Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit. Edhe me dashurinë ndaj tyre afrohemi te Allahu xhalla wala. Lutemi për ta, ne shpresojmë që Allahu xhalla xjalaluhu më na taku me ta në xhennetet e tij të larta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.